Hidrocentralet në kaskadën e Drinit vijojnë prodhimin e lartë të energjisë duke shfrytzuar në maksimum situatën hidrike të krijuar pas rreshjeve të shiut, bëri me dije korporata elektroenergjitike shqiptare këtë të njëjtë. Prodhimi arrin 26.000 megawatt energji elektrike në ditë, sipas të dhënave zyrtare, duke forcuar sigurinë e furnizimit dhe rolin kyç të kaskadës në prodhimin vendas. Situata në kaskadën e Drinit vijon të paraqitet në një situatë të qëndrueshme, pavarësisht prurjeve natyrore që arrin deri në 400 metër kub për sekond në Fiersë dhe 230 metër kub për sekond në Koman. Të tre hidrocentralet vijojnë të operojnë pa shkarkime, duke reflektuar një menaxhim të balancuar të rezervave ujore. Sipas të dhënave të KESH, në Hec Fiersë, niveli aktual i liçenit është 292.4 metra, rreth 3.4 metra nën kuotën maksimale prej 296 metra, duke lënë hapësirë të mjaftueshme për përballimin e prurjeve. Ndërkohë, Hec Koman regjistron një nivel 170.7 metra, afërsisht 4.3 metra poshtë kufirit maksimal. Edhe në Hec Vau i Dejes, niveli aktual prej 73.4 metra mbetet rreth 2.6 metra nën kuotën maksimale. Korporata elektroenergjitike shqiptare vijon monitorimin e pandërprerë të situatës hidrike, duke garantuar menaxhim të sigurt dhe efikas të burimeve ujore në funksion të stabilitetit energjetik dhe sigurisë publike.